Po të rrim në një 5-6 vjet pa vajtur. E diti si bie direkt ekonomia e atij vendi? Mos të vej asnjë shqiptar në diaspora për pushime. Do ju bien të gjitha statistikat, do ju bjeri ekonomia, ja kjo është ajo. Shqipëri si ka rënë ti thua dha do t'i bjeri. Ore një vit nuk i ka rënë ai sa duhet, jo. Nuk i ka rënë ai sa duhet. Nuk i ka rënë ajo se po ta shikosh se limrat edhe andonrat çokut të shtunë të diel shqepin në një pul në për rrethinat e qytetit. Shqepin në një vëlla. Ore po çfarë thoni ju, po I keni para ato restorantet që janë full ding. Plot. Atëherë çfarë pretendoni më ju? Po nuk filloi uria. A mucho pi mucho. O ma nuk janë shqiptarë nuk e thaj sa ti të la legjoni, më e vesh atë më. Të bëhet si punë e Covidit që o Mike, nuk janë njerëj po falimenton. Nuk janë shqiptar që jetojnë atje o vlla tani, më duket se ja kjo është ajo që ne bjem pre e propagandës që luhet. Ore, shqiptar që jetojnë atje janë paçe tas që bapo, nuk vën tan ata në Karkaleta deti apo ku ta di unë, çfarë jeni në vete ju? Me 300.000 lekë rroga I do verta ai Karkaleta deti në Vlorë, çfarë toni më? Po janë të huaj ore. Luhet një propagandë që ka pasuri, ka mirëqenie. Ja kaq. Pa hajde njërë ande nga zona ime të tregoj unë ty çfarë. Leqës edhe paçe nuk janë. Se ka vajtur 10.000 lekë. Mos më merr për keq se do bëj çik shaka, po ne vlonjatët vlla, ne s'vemi në asnjë vend tjetër për pushime. Ne onë Vlorë na ke, onë Itali, s'vemi në vend tjetër. Po ti mos zë vetëm ju o vlla, se unë jam unë po kam 30 vjet në Itali, drejt ai s'kam ikur një jashtë shtetit të bëj pushime. Se më duket se kur tradhtoj vendin. Po këtë duhet të kuptoni ju, këtë duhet të kuptoni ju politikanët e rinj, që ndryshimin gjithmonë e bëjnë lebrit. Bravo. Po ti I veçantën. Lebrit. Ik punoni ande në Vlorë apo doni ndryshim se ne marrim ujin. Po duhet të na vidhin një, po nuk na avodhët lekët aria. Ja pra, bën gabim që Edhe ju ngel pa ujë, as ai zvajtin në Tiranë të bënte demonstrate valla. Jo, ai sa protestuan. Po nuk na avodhët. Po të gjithë planë valla, na vjet tek vila të legjend. Po ku ka vënë se ma po më bur rat pre prapa tjetër. Jemi mësuar ne të rim pa larg vllana çes pas e kemi detin. Nuk e kemi problem. Ata po. Tani, ideja që ndron këtu punoni ande nga Vlora, se vetëm vlonjatët marrin ujnë, vlla. Pastaj këtej nga Korça, apo nga ulësira perëndimore mos kërkoni, se nuk rrëzon asnjë sistem në Shqipëri përveç se jugorëve. Por I liena një muaj pa ujë, shikoj çfarë revolucioni do bëj. Por duhet të na vidhin lekët një. Po nuk na avodhët lekët. Ose pa ujë. Jo, pa ujë lajmi në tetën, se kemi problem. Jo, një muaj të linde pa ujë ty ai, ti një javë në një u çuan ata. I thash Ariani në fillim, po si she këtu ti ba. Problemi një muaj pa ujë në Vlorë. Një muaj I lirë. Luvigji thot mos harroni Shkodranët. Ju të Shkodrës se ndritët juve, jeni mbytur vit për vit. Ju të Shkodrës vlla, ju jeni për qef, po lere. Protesta vit për vit bëni. Aman. Ju jeni për pedonale me bicikleta. Shkodranët për mua janë treguar qyteti më I zgjuar se Adha Ramës. Se Adha Ramës. Ju keni lind për qef vlla të Shkodrës. Ju keni mirë po lere. Në pedonale atje, pi, lere ta bëjmë ne vlonjatët luftën. Siç e kemi bërë nga era. Ni don topin nga Gryka. Po dihet ajo? Jo, si ishte vlonjata I vlla. Na ishte vlla. Po si ishte vlonjata, ishte te Pelena. Po tap në Vlorë ai dhe ju topit për Jugu, ai pellgu aty. Mi tha, hajde pik tu I tha se ti je I forti. Tani se duhet edhe nga pak që të do I batut apo të qeshim, po problemi qëndron që është në pikën më kritike Shqipëria sot. Po ja u them sinqerisht. Të dalim pak atje ku bravo. Tani ja ta mbaroj. Tani në qoftë se unë them që ne na rroft emigracioni, na rroft gjithçka, po që nuk do jemi pronar të tokës tonë apo të pronës tonë, këtë jeni të sigurt në qoftë se do rim në eshtje, në qoftë se do rim akoma kështu, jeni të sigurt që as themelet, siç e kam thënë shpeshherë, as themelet e shtëpisë tuaj nuk do gjeni një ditë. Kjo është. Asaj të tjera shikojini vetë.
Po të them, në qoftë se ne kemi një detyrë morale, në qoftë se ne kemi atë dinjitetin të mbajmë traditën, pronën që na i kanë trashëguar prindrit tanë apo gjyshrit tanë, duhet të bëjmë diçka. Përndryshe, harrojeni vllaz Shqipërinë, sepse nuk do gjeni me asnjë. Për prona nuk është e vetmja gjë që ne kemi humbur, asgjë më e rëndësishme. Jo, për mua është shumë e rëndësishme prona. Ne kemi humbur gjën më të rëndësishme në botë, që është dinjiteti i të qenit njeri. Pik. Sepse ti ngrihesh në mëngjes, ke Rama në krevat. Hap frigoriferin të del Rama. Ndes televizorin të del Rama. Vete në martenitet pret fëmijën, ta vë emrin e djalit Rama. Ka pushtuar çdo qeliz të shoqërisë shqiptare. Do të thot, shoqëria shqiptare nuk ka më dinjitet. Ka mbaru, ke kry punë. Di çfarë do të thënë ke kry punë si shoqëri? Mua mos ma thuaj vlla. Mua mos ma thuaj. Jo. Unë ti kam krim, unë flas me ty, jo për ty. Ke kry punë si shoqëri dhe ka vetëm një zgjidhje, o vlla, ka vetëm një zgjidhje, që kjo shoqëri, ky rend shoqëror, kjo shoqëri ku ne bëjmë pjesë, duhet të shpërbëhet. Ti thua ka vajt në pikën e fundit, nuk ka vajt akoma në pikën e fundit, Arjan. Nuk e par gjë akoma. Ai ta thot vet. Nuk e par gjë akoma, vlla. Nuk e par gjë akoma. E po letërino, vlla, tani çfarë duhet të bëjmë? Ne do ta provojmë të japim kontributin. Po ndryshe, po letërin aty ku janë. O baron, që luftën një gjë të lutem, pse më duket sikur. Po si ta mbaroj edhe këtë fjalë dhe. Po të ke gjithkohë ose po, vazhdo. Po ja, e kam unë këtë flas kështu po. Kërkoj ndjes. Po mirë, vazhdo. Ai, autokrati jon i dashur, nuk e ka luftën me asnjë nga shqiptarët. E kanë vetëm me veten e tij, ai lufton vdekjen, do të jetë i përjetshëm pushtet. Na pushteti Ramën e rrezon vetëm plumbi. Ja. Po miro patjetër. Jo, butë nuk është kaq trima po tani një albanez të ngrihet që ka funksionuar me këto tipat ignorant në përgjithësi, ignorancës shqiptare, e ka mbledh rreth vetes, ka kriju këtë masivitetin e ignorancës dhe llumit dhe duke qenë një manipulator vet, ka pas fuqinë e ignorancës dhe llumit që e glorifikojnë nga njëra anë dhe nga ana tjetër ka shirë te këto shqiptarët e tjerë të shtresës mesme dhe të pasurve jo ka mbyll gojen, të mesmes i ka futur shkelmin, i ka përzën dhe kjo është Shqipëria vlla. Këto të tjerat pastaj janë, du të them edhe këtë gjë tjetër që po tentoja. Erdhi para një papuajsh kjo zëvendës kryeministre e Kosovës, kjo Gërvalla, edhe bëri një takim me këto shqiptarët e po i regjistronte. Edhe Kosova kishte ndërtu për këto diasporën që po të themu për Adriatikun ty edhe për Arlind dhe kompani. Duhet program për të tërhequr shtresën e mesme, a do të vidh 5%. Suksesi madh po erdhi 5%. Po rikthy 5%. Unë nuk jam naiv të them do të kthehen gjithë. Kam filluar interesat e veta, familjet më the të thash. U kthyn 5%, është sukses i madh. Edhe ata që do kthehen janë të dështuarit, janë të dështuarit. Jo, ata mos e thuaj. Edhe ata që do kthehen jam i bindur që janë të dështuarit. Çka kishte bërë Kosova? Çka kishte bërë Kosova? Për ata atje, për rritjen e popullsisë, të rinjt njerë kishin garantuar me shtëpinë, kishin garantuar një pension të mirë për fëmijën, si në këto vendet perëndimore. E para, faleminderit. Do me thënë një emigrant që jeton emigracion dhe nuk ka shtëpi, është emigrant i dështuar. Është i dështuar. Çfarë emigranti? Më falni një sekond. E shikon si e mendon Fatos Kasa. Veç ai thot na ka ngritur autoritetin si shqiptar në Greqi, ja, të pifsha dollin ty. Ri atje 8 orë atje në dogan. Aty të ngordësh, si qeni. Po prit se këto janë filozofi që them. Kush për ata që dëgjojnë me mendje, jo me vesh. Pema e demokracisë herë do vaditur me gjakun e patriotëve. Që të arrisim pemën e demokracisë me gjakun e patriotëve. Ata që janë atje? Jo. Kështu që qepeni të tërë me mua në krye, bol bëm tu gërë, Shqipëria ka vetëm një zgjidhje, demokracia e Shqipërisë. Të vaditet, të uitet me gjakun e patriotëve.
me gjakun e atë patriotëve, patriotët ka pas sa që kanë pas bë gërgër, kështu si puna ime dhe e jotja, ka pas sa që kanë lëvizur gishti. Kështu që dhe patriotët kanë pas secili nga i funksion. Nuk kanë qenë gjithë me lëvizje gishti. Kem për ne si shoqëri. Edhe për vete më burr, edhe për ty dhe për ne të tre jemi shoqëria vlla. Jo, s'jam shoqëria. Po ne të gjithë këtu bashkë përbëjmë shoqëri. Jo, unë jetën time poshtë për albanezët. Po, ne të gjithë bashkë. Se nuk e meritoni, po ta meritoni, unë do isha e pari që do isha e pritur. Jo, nuk po diskutoj. Se meritoni. Dëgjoj. Se po ta meritoni, sinqerisht do isha bësh mish për top, unë i pari. Nuk po diskutojmë planin tënd personal. Po themi, ne të gjithë këtu jemi shoqëria në kuptimin që mesatarja jon përbën mentalitetin e shoqërisë. Dikush që nuk hidhet, dikush që hidhet si puna budallaj, dikush që më tepër flet se sa hidhet, mesatarja e gjithë menjeve tona përbën shoqërinë. E kupton, këtë doja me thonë, nuk po thoja si e ke ti personalisht. Sakt. Po i rëndësishëm në të bisedë që po bëjmë. Ta që bëjnë këto punë të mira këtej, që vrasin njëri tjetrin, me të vrasin njëri tjetrin, të vrasin të se kanë ashtu, për ne jemi... Se s'mala ta maroja, po thoshte për këtë politikën që kishte bërë, se kjo më intereson, inshallah ti ja çon vesh atij Adriatikut me që ke kontakt të afërta. Ato të diasporës i merrte, kishin rroga ekstra për të i punsonte në administratë në sektor të caktuar në bazë të kualifikimeve që ato kishin, dhe kishin pagesa sipas vendeve të Bashkimit Evropian. Jo kishin, i kanë akoma. I kanë pra. Po i di me fakte, se jam denatuar. Do me thënë, ajo që ti bi shkurt, a ka mundësi që dhe këta në Shqipëri ndërtojnë politika të këtij lloji? Pra du një gjë konkrete, jo një gjë që thuat unë mbështes diasporën, se kjo është propagandë. Unë du, si puna kësaj, se s'po them është vetëm kjo gjëja, si puna kësaj gjës konkrete, të kemi disa gjëra konkrete që të prekin grupe nga më të ndryshme të shoqërisë. Po flas për ata të shkollumit, flas për biznesmenët, këti politik, kanë qenë biznesmen suksesshëm në për këto venet, ka shumë në për venet e huja. Ka njero qa programi ka i lexoj. Një sekund. Ka nevoj me letu, unë jam popull intensiv, du që të mvite veshë im, si që vjen ajo kërkesa e Merimangës të vi dhe kjo gjoja, se jam votusi unë. Jo ka të lexoj, nuk e lexoj, unë jam ignorant. Du të më vite veshi, unë jam votusi. Kështë më votu i të lexoj e më votusit. O djema, edhe një. Kjo Adriatiku e nisi nga diaspora, ju këtë që duhet ta kuptoni. Që Adriatiku ka hapur degët në çdo qytet të Italisë dhe të Gjermanisë dhe të Londrës, edhe këtë duhet ta kuptoni. Tani do filloj me strukturat edhe në Shqipëri, por në Shqipëri nuk u ke. Më duke se s'po e kuptoni. Ore, po të theme njëri, vetëm ja shpresë është diaspora. Ore, jam dakord, po bëhet fokusum të zgjidhja. Po zgjidhja kjo është kur tani të bëhet diaspora bashkë dhe të vi s'ka rrugë zgjidhje tjetër. Pra do zgjidhje diaspora burr. Ti të vi prej vërteti, unë të vi këtu në TikTok them do jem edhe ja jap votën e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Duhet të vihet vetën unë vlla, që të vi. Tani edhe një herë. Për mua nuk u ka rëndësi, sinqerisht nuk ka rëndësi për njerëzit që janë këtu. Ai që do të ndërgjegjësohet për veten e vet, le të ndërgjegjësohet. Ai që do të jap kontributin për veten e vet, le ta jap. Unë po të them, për mua interesante është ajo, kur shkon të dega atje dhe shikon 400-500 persona të regjistruar në këto degë që janë hapur. Kjo është e rëndësishme dhe të kontribuojnë dhe të binden, sepse duhet të shikosh të gjitha aspektet. Se nuk shikohet vetëm i mblodhe ti 500 veta dhe ja arrit e qëllimit. Jo më zotrio se ka shpenzime, ka rrugë të gjatë për të bërë. Prandaj, mos mendoni juve direkte dhe të çahet sistemi apo të rrezohet sistemi kështu. Hajde bindi ti tani njerëzit që ai ka grushtin akoma këtu. Kuptojini gjërat, nuk është e lehtë dhe do punë edhe është rrugë e gjatë. Pse asi është Shqipëria? Tani më falni një sekond, më lini t'ja u jap fjalën këtyre zotrimve këtu. Përshëndetje gjithëve. Jam nga Kosova, qyteti Mitrovicës. Jam bashkëpunëtor i Lëvizjes me vendosje, jetoj në vendet e Beneluxit. Unë për mendimin tim në Shqipëri, si dëgjova këtu në këtë panel, kanë problem me mindsetin, me mënyrën e të menduarit. Problemi është këtu, është problem kolektiv, sepse edhe lideri ynë Albin Kurti për të ardhur këtu ku ka bërë shumë sakrifica.
Dhe jam shumë dakord me ty se neve duhet një proces shumë i gjatë. Gjërat nuk ndryshojnë brenda natës, brenda 24 orë. Problemi është që ne nëse për shembull duam të bëjmë ndryshime sepse shteti i Shqipërisë është kapur në çdo aspekt. Neve duhet të kem mediat. Për mua Adriatiku duhet të shfaqet edhe me shumë, sa ma shumë në media, edhe pse janë të kapura. Janë të kapura miku im. Nëse nuk e ka pavarësisht se ka ndryshuar këto kohë e fundit sikur ka ndryshuar. Nuk e di çka ka ndodhur, sinqerisht nuk e di çka ka ndodhur. Është damage control i thonë amerikanët, dëm i kontrolluar. Efekti Trump. Nuk e di. Nuk e di në këtë protest ishin gjitha mediat aty që u dha protesta. Po, quhet dëm i kontrolluar. Efekti Trump do shpëtoj Shqipërinë. Dëgjoj mu, çfarë do ndodhë? Tani kthehem te mindseti, te mënyra e menduarit, domethënë, shikoj, lexoj këtu te komentet tonë, në Shqipëri ka ngelur 20 moshës 55 vjeç e lartë. Domethënë rinia ka ikur. Në kokat e mençura kanë ikur nga Shqipëria, edhe gjithë janë në diasporë. Domethënë vetëm i shpëtim vjen nga jashtë, jo nga brenda. Sepse ato janë pasiv, edhe atë si shikojnë vendin edhe situatën në Shqipëri nuk është e njëjtë si neve nga diaspora shikojnë vendin atje. Domethënë, ata janë, domethënë, t'impunuar, t'i përkulën pushtetit. Edhe nëse nuk janë dakord, edhe nëse nuk janë të kënaqur me atë sistem atje. Nuk mund t'i tregoj me gisht ato se ato janë fajtor, ose ato tregojnë nga neve se neve jemi fajtor. Jo, ne duhet të merremi më shumë me shkaqet se me pasojat. Si e kemi pru neve vetën këtë gjendje, kolektivisht, si Shqipëri, si shtet? Një pjesë atje nuk është se janë të gjithë, duan edhe votën të japin, po në publik apo të dalin për protesta nuk dalin. S'kan çfarë të bëjnë, sepse nuk janë të sigurt. Nuk janë të sigurt se thonë, po ja, në qoftë se nuk ndryshon, ata të godasin, hakmeren me ty, kupton? Dhe në qoftë se ti nuk ke një rrugdalje që ti ikësh në emigrim, ti e njëri mbaruar atje. Prandaj populli është aq i friksuar atje, sepse thotë, okay, unë edhe mund të dal, po kush ma siguron mua që do bjerë Edi Rama? E kupton, sepse nga që të treguar që janë akmarrës, do me thënë, në qoftë se ti delaptazi ata të godasin në të gjitha mënyra, qoftë se ke një biznes të dërgojnë tatimet edhe të vejnë gjoba maramense që të falimentosh, qoftë se ke diçka tjetër të ishin nga puna, një rogë, bashkia, apo administrate të ishin rogën të lem pa punë dhe ti pasaj je detyruar të lëpish koska kur i thonë, po duhet punë, miku im, duhet punë, duhet t'i japësh, t'i kthesh besimin, t'ia kthej diaspora, se përndryshe nuk bën dot gjë. Kanë drejtu këto 100 vjet që mbas çlirimit e kanë drejtu vetëm një shtresë e caktuar e shoqërisë, shtresa komuniste. Më dëgjoj mua se çfarë ndodh, dhe çfarë ndodhi, edhe shtresa komuniste deri diku ishte gjithmonë në ekuilibër në momentin që kishte shtresën e mesme ku gjente mbështetje e kishte tata shume. Në momentin që ajo shkëpute nga shtresa e mesme, që përfaqësohej ku dëgjoj nga Mehmet Shehu e kompani, në kohët e sotme nga Ilir Meta, Pandeli Majko, kanë ngel krejt klyshat e byros. Dhe klyshat e byros kanë një efekt, ka këto sjelljet e Edi Ramës. Enveri, Edi kanë të njëjtat. Dhe periudhat që Enveri dhe Edi Rama ka qenë mirë, ka qenë që ka pas shtresën e mesme. E tani bëjt sallore me ignorancë që kanë ngelur aty. E me ato opinionistët në për studio.